Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Folklori i Trojave Shqiptare, sepse ky emision u përket të gjithë rapsodëve të Trojave Shqiptare dhe atyre që ndodhen në Margat. Kështu që sonte musafir të këtij emisioni e kemi mërgjimtarin ton, i cili e kultivon dhe e këndon, e shkruan e të gjitha këto çka i bën për folklorin ton, bërë këngëtar shqiptar, pra na vjen nga Gjermania, pra si i cili ka ardhur në kas për juve për të ju arktuar me disa këngë, por unë do të mundohem, do ta shfletojmë edhe biografinë e tina, pra ky është Besnik Qerishi. Mirë se vini në emisionin Folklori i Trojave Shqiptare, Besnik. Mirë se u kem gjetë. Shumë me dëshirë kemi pranuar ftesën edhe urojmë që gjithë ata që na ndëgjojnë gjejnë kënaqësinë me neve në këtë hapësinë kohore sa jemi këtu. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë për të përgjigjur ftesës sonë, për shkak se ju jeni një mërgjimtar, por unë them këtë si në diasporë ashtu edhe në Kosovë, në vendin jeni duke kultivuar këngën folklorike, këngën popullore dhe jeni duke mbajtur gjallë edhe në diasporë dhe thotë çka është krejt kulturore e june shqiptare. Pra këtu e kemi pranë nesh dhe pranë juve e kemi edhe rapsodin e mirë njohur në të gjitha Trojave Shqiptare, është Aziz Morina nga fshati Hade. Aziz Morina është një ndër këngëtarët më të shquar të këngës folklorike, i cili ka dhënë kontribut të posaçëm për këngën dhe për kulturën tonë, mbar këngëtarë shqiptarë, por sidomos ka thurë edhe këngë shumë të rëndësishme për heronjët tanë, për dëshmorët tanë, të cilët që është shumë nga ata, është Fazli Greqeshti, i cili mësuesi Fazli Greqeshti ka dhënë jetën për flamurin, për kombin tonë, kombëtar në përgjithësi. Kështu që Aziz Morina ka kënduar me kushërinën e vetë, Riza Morinën. Por Riza Morina tash ai ndje është dhe edhe këtu në përmes këtij emisioni do ta kujtojmë pra edhe Riza Morinën. Aziz Morina është ai i cili në tërë shqiptarinë tonë derisht, edhe në Shqipëri, në Maqedoni, në Malëzi, në Preshevë, në Bujanovce, në Kosovë, në përgjithësi, edhe në treva tjera shqiptarë, mos t'i përmendet krejt, por në Shqipëri natyrale është i njohur dhe ka kënduar dhe është akoma ai i cili merret me këto vjet që i ka, merret me çështjen e folklorit dhe këngës në shqipe. Dhe pastaj vjen profesori i ynë shumë i dashur, i respektuar, Naim Gashi. Naim Gashin e nderojmë shumë, e respektojmë shumë, sepse gjithnjë
kur i kemi bërë ftesë për emisionet e tilla, kur njerëz ka prituar dhe ka qenë prezent gjithë. Mirë se erdhe. Mirë se ju kemi gjetë, faleminderit shumë. Është kënaqësi e veçantë në emisionin tuaj që jemi me rapsodin e mirënjohur, troje shqiptare, Basen Aziz Morina, Faleminderit. cilët i kanë kushtu edhe këngë, rapsodet e ndër ata, i ka kushtu këngë edhe shoku im Besniki, ku e këndoj ma heret pra këngën për Shumë e faleminderit. rapsodin. Është kënaqësi e veçantë pra sonte në këtë emision që e kemi Basen Aziz këtu. Na mbetet një kujtim, e ka zbukuru këtë mbrëmje. Faleminderit Besnik që ke ardhur prej diasporës, me na bën këtë mbrëmje kaq të harreshme, kaq të bukur. Faleminderit Shaban Boksi prej juve që na keni bën halama madhështore, një pritje madhështore, bujare, tamam tipike shqiptare, folklorit tonë shqiptar. Ju faleminderit profesor shumë, edhe juve që keni gjithë kohë për të qenë pjesë e emisionit të folklorit trojë shqiptare, sepse mund të them lirisht për shikuesit tanë që është edhe dhimbshme, por shumë e vërtetë që rapsodet popullohen me këngët e tyre kushtuara dhetarëve, por bëmat e tyre i kanë rinjallur dhe pa vlerësuar ata që në vazhdimsinë i kanë kënduar në paroda, ndeja e muhabeta henjë të ndryshme të trevave shqiptare. Në përku vende, darsma, pastaj heroizma ku kanë kënduar brez pas brezi dhe kanë treguar ngjarje historime të drejtë për vujtjet e trimërit e popullit tonë në për shekuj me përmbajtje e përshkrim ngjarjes e ndodhisht si dëshmi që i përgjigjen më shumë të vërtetës edhe pse aty këtu ka pasur dhe rapsod që kanë zbukuruar apo rritur ngjarjen, por realiteti është krim mbi të gjitha. Sepse Aziz Morina kur e ka thuar këngën për Fazli Greqesin, për dëshmorin tonë kombëtar Fazli Greqesin, aty e ka thuar ashtu qysh ka qenë, qysh ka veprue, kush ku hi, ku dal edhe për çka ka dhënë jetën. Pra edhe shumë e shumë të tjerë rapsod të cilët janë të interesuar, kanë qenë të interesuar, janë të interesuar, do të jenë të interesuar për thurjen e këngëve, për ngjarjet edhe bëmat historike të tona shqiptare dhe vujtë për vujtur, ndërsa është edhe krijuesi i këngëve shumë Besnik Qerishi, sepse Besnik Qerishi ka thuar këngë, po thuar këngë edhe do thuar këngë kur pa ndalur. Por është e vërteta se sidomos për dëshmorët e kombit, për historinë e popullit shqiptar, është duke kënduar më të madhe dhe thuar me thuar këngët të cilat sot ne do t'i përcjellna për breza këngët e tyja edhe të juaja këtu që jeni. Pra, do të shkojmë me një këngë të cilën ju e keni zgjedhur për këtë emision, i nderuar Besnik Qerishi dhe Naim Boshi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe është kënaqësi e veçantë që ju kemi juve se me këngët e juaja jemi rrit, edhe jemi frymzu, edhe ne gjenerata që jemi pak më të ri, por kohës juaj që i takojmë, jemi shumë krenar që ju kemi taku juve në përdasma, edhe furnizimi ka qenë për juve. E ne jemi mundu tash me vazhdu. Faleminderit shumë. Faleminderit e vazhdofshim me gëzim e më të mira. Faleminderit Basen Aziz. Dy fjallë se këngë që përmendet që ka shkruar Basen Aziz edhe ka kënduar për Fazli Greqesin, për flamurin, që theksu më dhe në këngë më herët, këtu kanë qenë për një frymëzim. Unë është e vërtetë se kam emigruar në botën perëndimore atje, po kënga më ka shoqëruar tonë jetën. Ajo është që më ka rujt atë dheun edhe dashurinë për njerëzit, për rapsodet, për dëshmorët, për herojt. Është gjithherë ka qenë kënga që më ka shoqëruar, më ka ngushëlluar, s'm ka lënë edhe me u mërzit. Kemi gjetë gjithherë, edhe kur kem pas mërzijat më të mëdha, kemi gjetë mes njerëzve, përmes këngës, kemi gjetë edhe ngushëllimin. Se një kohë të gjatën e s'kam pas edhe mundësi me orë, 6-7 vite, nuk kam orë deri sa që është çliruar Kosova. Po pas luftës fillon shumë këngë të reja, shumë këngë që i kanë ikë edhe vijes të folklorit, kështu që unë prapë e kisha atë nostalgjinë për këngë e rapsodëve më të vjetër, Basen Aziz, Basen Shaban, Hashim Shaolis, Tahir Drenicës, që edhe për ta kemi kënduar këngë.
dy shbërojës, Leçanit. Bive Cefës, Mleqanit, Salijit, Ferizit, edhe për ata kam këndu kam për Rizat Losën, edhe për ata kam për Salih Monin, dhe për shumë këngëtarë që e kanë lërujtën se kanë qenë si folklorin, se kanë qenë si thesar edhe bazë e madhe e historisë të kombit, gjitha ajo trashëgimni kulturore që ne kanë përcjellë. Kështu që mos e jep të pas e Aziz, kë ka këndua për Fazli Greqefsin, na kem gjetë atëherë frymëzimin, unë para 30 viteve e kam kënduar një këngë, edhe e kam shkruar që kam një kolegë të mirë, edhe është fat që edhe pas e ne dim këtë këngë, do ta këndojmë, pra po e fillojmë këtë emision me këtë këngën për Fazli Greqefsin. Ju falenderoj shumë. Në gjën tjetër, dhe urej që Teksti dhe muzika është e Besnikut, një këngë shumë e bukur për herojin Fazli Greqefsi, është kënaqësi që do ta këndojmë edhe do të rrim pranë të flamurit, të Marigona, po këtë po e fillojmë. Shumë burra jetën e dhanë, sa e në gjunem një flamur, kur ajo fjallë si gjeti unë. sa herë në gjunem rinë flamur, kur ajo fjallë si gjeti unë. Fazli Greqefsi poetiri, ty o flamur të mbajtiri gjithë. Fazli Greqefsi poetiri, ty o flamur të mbajtiri gjithë. Sa të vërtetën, sa që për ty e fali jetën. Të dështi fort o Salirin, sa në Kosovën e kresh Shqipërin. Të dështi fort o Salirin, sa në Kosovën e kresh Shqipërin. Ju falenderoj shumë për këtë këngë për Fazli Greqefsin. Kudo qoftë që ndodheni, jeni duke e kultivuar këngën në Shqipe dhe folklorin tonë në përgjithësi të kombit tonë. Sepse nëpërmes këngëve të cilat i keni thuar ju, identifikohemi si shqiptar, por çka është më e rëndësishme për neve që rapsodët janë ata të cilët nuk i lanë kurrë pa i kënduar dëshmorët e kombit edhe të gjithë ata që ka dhënë jetën për lirinë e sotshme që ne po e gëzojmë. Por pavarësia e Kosovës në vitin 2008 që është shpallur, atëherë është që shumë mas mirë sepse krejt këte e kemi nga dëshmorët tanë që kanë dhënë jetën për liri dhe për të sotshme.
Këto në këtë emision që e kom titulluar Folklori I Trojve Shqiptare, mund t'i gjeni disa nga këngët e kënduara shumë të lashta nga rapsodët tash që I këndojnë, por edhe tekstualisht dhe melodikisht janë thurë shumë edhe mrekullisht. Sepse, kur merret çiftelia, lahuta, instrumentet tona tradicionale, shqiptare në duar, atëherë vetiu vjen edhe teksti, edhe konga, edhe melodia, edhe zëri shkon më mirë, qysh më bukur, sepse nuk e kemi huazuar prej askujt dhe nuk do të huazojmë prej askujt, por do të mbetet gjithmonë e jone shqiptare e kulluar. Mund të them lirisht edhe poeziku se shumica janë këngë të vjetra që janë shkruar në kohët e hershme dikur dhe janë krijuar, janë kënduar, por nuk po ta mundësi gjurmimi për autorsinë e tyre, siç është kënga për Faldi Kraçesin që kënduat, që ju falenderojmë shumë, që është tekst shkrues Aziz Marina që e kemi ne prezent sonte musafir të emisionit. Aziz Marina ka shkruar edhe për Ali Sokolin, doktor Ali Sokolin e Ngjirë. Ka shkruar për Rust Gradicën, I cili është ballafaquar me sërbët me mollinën e Gradicës atje, edhe shumë këngë të tjera që I ka thuar, pra ne do të me falenderoj rapsodëve dhe shkruesve, edhe këta që po I këndojnë, që po I viztojnë, edhe që po na e lënë neve në breza. Pra do të shkojnë edhe këtu me një këngë nga Besnik Qerishi dhe profesori ynë Naim Gashi. Faleminderit. Faleminderit I folja edhe për shumë dëshmorë që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Kanë kënu shumë këngë për shumë dëshmorë. Unë sonte do ta përzgjedh një këngë për Ukshin Hotin, se mendoj se për Ukshin Hotin është po mas pako. Edhe kam menduar se ja vlen gjithë. Shumë këndua ma shumë për Ukshin Hotin, edhe shfrytëzojmë rastin për në këtë emision. Do të munduar në orej që mos të gabojnë në kontekst, se bukur më disë kam kënduar, po e këndojmë një këngë për Ukshin Hotin, edhe me këtë këngë për Ukshin Hotin përshëndesme e thojmë lavdit gjithë të ranëve për lirinë e Kosovës, e gjaku I tyre në baft dritë. Sa me djetë molli për ty, sa pranvera shkojnë e vinë, te kujtojnë me mallën e gjim. Dhe nun kuqet më të masë motin, për ty që e di nuk shinë hotin, me shqim rrinë gjithë drejtë qiellin, për ty lojvin prezin dhe prezin. Rezet jeli dritën dalinim, përëndi ku e kem djalin, janë e mall të fisit hotit, astrënit të kastrijotit.
dashnia dërdëm dhete. Ti o brezi bashkimit, ndishe rrugën e flimit, ky o çmimi i dinis, bëje bëje ose vdes. Ti o brezi bashkimit, ndishe rrugën e flimit, ky o çmimi i dinis, bëje bëje ose vdes, bëje bëje ose vdes. Një zemër. Bashkë inshallah. Në zemra, faleminderit shumë që përshikuesit e emisionit Folklorit Troj Shqiptare e kënduat këtë këngë për Ukshinhotin, sepse me fol për Ukshinhotin duhet shumë ditë, shumë javë, shumë muaj, edhe shumë vite, sepse ishte, është dhe mbetet një ndër adhetarët me të shquar të kombit shqiptar, i cili sot e asoj dite nuk po dihet se është i gjallë apo është i vdekur. Por dash Zoti, kur do herë të jetë i gjallë Ukshinhoti. Pra në Trojës shqiptare, kënga ishte ajo që e zuri një vend të rëndësishëm në historinë e popullit shqiptar. Dokument është të ruajtur historia e një populli dhe të shkruhet në letër të këndohet nga rapsodët si që u këndu këtë këngë për Ukshinhotin nga rapsodi i shquar, i cili nga ka orë në këtë emision pra Beshnik Qeriq. Të gjitha këto janë ruajtur nëpërmes këngës e sidomos në kohët e okupimeve të ndryshme që përjetuam në shqiptarët. Armiku nuk lejon të këndohej historia vërtet, dhe të kundërtën i përgostës që ka burgosur edhe Aziz Morinën për këngën e Fadi Greqishtit. Këngëtarët e cilët kishin guxim të këndojnë këngë patriotike e kreshnike, me njëherë dillën knojshin në hanën i burgosëshin, edhe i maltretoshin. Pra shikues të nderuar, e kam derën që këtu e kam thamë edhe më parë dhe më lartë Aziz Morinën, një këngëtar shumë i shquar, i popularizuar në të gjitha Trojës shqiptare. Do ta pyes Aziz Morinën që për shikuesit tanë që janë duke na shikuar dhe dëgjuar në këto momente nëpërmes këtij emisioni Folklorit shqiptare, Aziz Morina kur e morë në dorë lapçin, letën, për të shkruar për të madhin Fadi Greqishtin, si e ndive vetën? Si e ke ndi vetën kur ti e ke shkru këngën për të madhin hero Fadi Greqishtin edhe flamurin kombëtar? Pa mu më lind një ideja, thash t'ja kushtoj një këngë të i digjuhe për shokëve më të afërt tyna, torturat, hjekët, vujtjet, sakrificat, të gjitha ato ma mizore, ma shnjeshtzore, si puna sërbis, mo, lindi me plët, udhnet, edhe qaq unë vishin fjallët, unë vishin se ish merit atina, e kish trasuar rrugën, që mja këndu këtë këngë, edhe shumë letë më ka ardhë, edhe këni shumë knërsi. 60 vjet me sharki dorë, nuk u me të dorsëm, a enqë, pa ma lypë, pa e lypë, se dishin që jëmë autor, edhe këmë knua dhe u prit fort mirë. Ale Sokoli e ka meritu, i cili ja kanë qu, mas i ka vdek, Adhetari madh, edhe u ka thonë pa pik tute, pa pik frike, pa pik
çka më nëni ju shqiptar që në shkruaj për shqiptar. Tash me jep një plumba në boll, nuk në shkruaj për këtë shqiptar. Këtë gjendje keni qu, ka doni, e keni pru, ka doni muni me quë. Se për këtë vlla s'ka me në shkruaj. Tash me jep një plumba në boll, kur u shkruaj për këtë shqiptar. Edhe s'ka në shkruaj. Aziz Marina, sigurisht ju të kujtohet se në cilët aheng, apo darsum, apo nej, apo muhabet, s'pari ke këndu këngën për Fazli Greqistin. Dhe kur e këndove, a kishte shumë të interesuar për këtë këngë në ne, dhe në dy, kur të morën ty në burg për këtë këngë, cilin vit? Po pishë pari, jo lëtë më sy, po dhe mungoj ke që pja u shës zemrën e tyne, ty u djeg, ty e në mënu une. Fjallë. Fjallët, në tortura të rë kanë quë, e kanë re, e kanë mënue. Qka është njëshë, mas njerëzore, ja kanë donë. Edhe u betu, 100 kura me mendruë, kur të rëdhtarve si në shtru. Edhe ashtu mbeti, bile, kalëzë ke i burgosën politiku konën statusi, ka pas punu në spital. Kur kanë pru tha Fazlin, unë ka ora 12 të diçka, natës. Ta dokumentat merën, mrena, 5 minuta, qysh mi vodën, qysh mi morën, Rostem statusi u konën. U dik, rahmeti për shpirti, edhe mi hupën ta dokument. Për në burg kur të morën, E ne shkum në Rëznik, një fshat, me emën po të regoj. Edhe aty, unë s'kisha një me homër pasurin kaj kukër. Ata zë të darës më të thonë, këtë pasuri hodë kaj kukër se ka shpiju në shumë. Tash muë me të dy opcion. Jam i marrë shok e më këthyë, jam e shkum përgjëtësi teme. Shatë dhe diçka, edhe timi mi dalë, edhe fljoka më kollë, edhe një që shpiuna, zoti më rrëf të i vroftë, se vallaj, veç këmi kera drejtimit. Allah. Edhe e falenderoni një gjemal me shkollën, pe i vështrisë u kërë shef i supi, i punët më nëshme, nuk e ka prish darsmen, dilën, sa të shunën e dilën, po e kalonën, këtë darsmen e kena kryshtunën, edhe dilën 18 natës, nesit i kanë marrë të hanën ata. Tani mas një ohë në erë njëve, thira, mërë, tret ata dëllën 3 shqiptarë për pora, ata veç kanë shkuën të cufë. Tani ka këmu qëtë. Të në i koshin halal. Ani, e ka qatë tradit, e ka qëtë. Veç kur ka thonë qa që e kanë vajtu, qatë Fazli Greqisin, sykur të Tërnagor ka të kushkojnë të vorët me i kukat cugar, Tërnagor. Do të thëtë, ne në boni Malazez ka, Fazli në boni Malazez. Aty e këm shty, në sali me konën 4-50 burra, plët, 2 përëtnik. Tash po bje shumë keq, i prëllur shukon një sërbë, shoni bre tha se koma, s'ka problem. Shqiptari përëtnik, aj shkov, ish përëtnik, edhe një shqiptar përëtnik. E gja tha se, edhe qashtu u konë, së dy javë
i kanë pnu njëjtat këngë. Fenomen, amor kaq. Po. Tjetër vend. Aziz Morina, falenderoj shumë për këtë që e thua, sepse jo vetëm Aziz Morina, por shumë balapsodet e troje shqiptare që i njihni edhe ju, kom pas rast t'i njoh edhe unë për se afërmi, që kanë treguar për ngjarjet e tilla, për burgose, për maltretime, të cilat i kanë marrë dhe i kanë dënue me muj, po edhe me vite. Sepse, po një ndërtaj ishte edhe Rifat Draga për këngën e Sën Shalakut. Kënë dëgjuar sigurisht, kur e ka thuar këngën e Sën Shalakut, po në Belis atje, po në Malci, Malci jetët. tu me saki tu i prej drumët edhe një dhe i ka prej disa prej tyne. Edhe kështu që shumë e shumë rapsët e tjerë, por ty të falenderojmë ne shumë rapsët e çka jemi, se të kemi edhe kolegë, besa rrim shpesher, knaqëm, këndojmë së bashku me krejt, sepse Aziz Morina është një, i cili ka thurë këngë të mërfeta shqipe, të kollora, lët tamam me plot kuptimin e fjalës historike. Historike. Pe besnikit shumë, që ka thurë këngë për neve, najna monunit të naturnën, dishka me dhënë sa të kudo, pak. Por do t'a pyes kësaj radhe dhe profesorin Ajm Gashin, që do t'a thotë edhe ky diçka për tekstet e ma hershme dikuar për folklorin tonë në mbarë këngëtar. Pika të shkurtra. Po, në pika shkurtra, sepse ndoshta emisioni është i veçantë me orë caktume, kështu që ne po të rrim edhe me tonë natën, atëherë nuk mujna me përfundu kërësisht. Kemë edhe këngë mjaftoshme. Por, Baca Azize paraqiti shumë mirë dhe jem krenar ne gjeneratat ma treja që kemi ardhë ma vonë në folklor, por jemi shumë krenar edhe jemi të privilegjuar e të kënaqur me këta rapsët cilët nuk ju kanë nështru asaj periudhe ku këta kanë këndu në periudhen bashkë kur ka qenë koha më e vështirë e Rankovicit, UDB-ja. Me cenzura këngë. Po, me cenzurën këngë, është dash me pyeten apo këtu në shpionit çka me bo tek me bo, por këta këngëtarë, si Baca Aziz, Rizahi, Mleqani, une kam pas fatin që i kam dëgju në periuda kur njëherë nuk janë dalë me këngë patriotike, veç i kanë këndu ashtu original. Për fat keq, shumë janë tekstet shkrume që nuk ju dihet autori. Jo. Është vërtet. Nuk ju dihet autori, sidomos ata që kanë shkru tekstin, se në folklor shumë melodi janë të njëjta. Ngjojnë. Po, për ngjajnë. Por tekstin kush shumë autor janë që ne i kemi këndu si këngën e Demametit e shumë këngë tjera, por ma vonë kemi ndëgjue që nuk u kanë nuk ka qenë ashtu, kështu që autori ka qenë edhe anonim, nuk ka ditë kush është autori. Përveç Dervish Goxhulit, kam dëgju që ka thurë këngën e Azembetis, atë Ahmed Elise, Dervish Goxhuli kishte qenë një përndryshe i kishin quajtur edhe Gjergj Fisht, kaq bukur që ka thurë. Edhe kështu që është një knasi me të vërtet kur ne nuk e humbim traditën tonë, folklorin tonë, të pastër që e kemi dhe edhe kam thonë edhe ma herët edhe tash po e thona se ashtrujt përmes këngës, ashtrujt kombëtarizmi, ashtrujt gjuha, pastaj janë frymzue edhe luftëtarët e luftës të fundit përmes këngëve janë frymzue dhe kanë hyrë betejë. Kështu që folklori ishte ai që me të vërtet i ka dhënë një shtyje shumë të madhe kombit shqiptar. Për ata dhe institucionet tonë më të larta që janë
dhe që duhet të merren me çështjen e kulturës mbar kombëtare tonë, sidomos në Republikën e Kosovës, sot që jemi të lirë të shkruajmë, të thojmë, të këndojmë, të argëtohemi dhe ta gjërmojmë historinë e popullit shqiptar, këta janë pak më pasit, sepse këta duhet të jenë me komisione të ndryshme që të kontrollohet çështja e kulturës mos të bastardohet kurrë një herë. Kisha me pyet Besnik Qerishin si tek shkrues i këngëve deri më tash, prej kur ke filluar të shkruash këngë dhe deri në sa këngë shkruara nga ti si autor të tyre të ardhur. Mund të thuash për shqiptarët? Po. Unë me këngë, me çiftelin, mirë nga që për moshës 11 vjeçare. Kemi pas një shoqëri në fshat, aty jemi zhvilluar në aktivitetet të shkollës, tani në shkollës mesme, e për herë të parë, këngën e parë që e kam shkruar, është një këngë për Fahri Fazliun. Për dëshmorin Fahri Fazliun, edhe Afrim Shetin që jenë vrarë këtu në kodër diellit. Apo në breg diellit. Vitin 89 ka qenë kjo kur ka ndodhur ngjarja në 2 nëntor për Fahri Fazliun. Dikon janar të vitit 90 e kam shkruar këngën e parë që e kanë kënuar këngëtar shumë. Prapsat ndryshme. Po, edhe unë e kam kënduar me grupin tim, po kanë kënduar edhe të tjerët. Tani kam vazhdu me këngë ndryshme, me këngën për Besim Drecën që kam shkruar kur ndodhi ngjarja e madhe. Tani mas luftës kam kënuar për shumë dëshmor, janë të panumërt. Atëherë ishin tekste të mia, një bashkëpunim shumë të madh kam pas një kohë edhe me Isa Presionin. Është një vëlla që jeton në Amerikë, është nga Tropoja. Edhe me te kam pas një bashkëpunim për shumë tekste, kam shkruar dhe një këngë se disi në kanë pasmet, onë është kë grupi i ballistëve, se një kohën e komunizmit kemi këndu, ka qenë dalume t'i këndujmë edhe këngë të Shqipërisë, se të këshin nacionaliste. Mirë po masi që u lirë unë kam këndu të një këngë për Shaban Polluzhen, një këngë e gjatë, që është pritë shumë mirë. Kam bërë një këngë për Kadri Beb e Salih Regjeri Barin, për Shefshet Kapetanin, kam bërë këngë për Adem Salih Vocin, kam përfshinj edhe këta ballit këngëtar, pjesë të madhe të tyne. Janë shumët, tekstet mia janë mbi 100. Kam bërë këngë për Halil Ali Demen, për Zhëronit si themelos i ushtrisë lirimtare në Shqipëri, që ka ndodhur. Kam bërë këngë për Ukshinotën, me Fehmi Aganin, e Ibrahim Rrugovin, që ta këngë janë pritë mirë, e jenë tash jemi e ta dinë edhe në gjusit që tash shpejti do ta prezentojmë edhe një këngë për Sefer Kleskën. Sefer Kleska Plesnari ishte. Ka qenë odash, Sefer Kleska, Halil Kleska ka qenë plesnari djalit tina që ka pajtu mbi 200 gjaqe. Seferi ka qenë një luftetar që nga koha e lidhjes Prizrenit e deri në vitin 1928 ku vritet nga brigadat serbe, që është me ndihmën e mjerisht, si që ta edhe pasi Aziz shpionave, kështu që shpejtë dhe të realizojmë edhe atë këngë, edhe besoj që t'jenë të kënaqur edhe atë. Të dëshiroj shëndet, jetë gjatë të lumtur, edhe të lumë pena, e dora, e mendja, që je duke i thurë këto këngë mrekullisht për brezat e vijime. Sepse brezat e vijime që vinë pas nesh kanë nevojë për tekstet e tilla si që i keni shkruar. Kanë nevojë për frymëzim, kanë sikur ne që jemi frymëzuar për juve, këngëtarëve më herët. Për ata unë thash këngëtarë që në fillim apo rapsodët kanë luajtur një rol të madh në historinë e kumit. Unë me dëshirë kisha kënu tani edhe një këngë për Rizah Vllasen, krye rapsodin e të gjithë rapsodëve.
se ai ka shkruar shumë këngë, edhe me atë këngë për Risa Vllocin që do ta këndoj, dëshiroj të përshëndes të gjithë rapsëtet e trevave shqiptare, kudo që janë këtu edhe në diasporë, se edhe atje kemi shumë talente në diasporë që mirën me këngë, mirën me lojnë atë dheut në atë formën e vetë, ka edhe instrumentalistat mirë që binë violinave mirë, harmonikave mirë, kështu që këngën shqipe jënë duke rujtën edhe duke kultivu ma të tje, edhe urojmë që edhe në Kosovë të ngritet zoni edhe të jepet hapësinë më tepër, ma shumë këngës folklorike, sidomos mediat ta kthejnë mendjen apo vëmendjen ka sharkia, e ka telet e sharkisë, e ka këngë e mirëfillt shqipe. Dhe është ato shfrytoj rastin në këtë emision që të pysë në diasporë, me kënë këndoni atje, me kënë e kultivoni, me kënë bashkëpunoni sa për këtë çështje të këngës në Shqipëri. Shumë ka këngëtar, unë kam përzjedh një moshatar timin, është Agrën Sadiku. Agrën Sadiku, ai vjen nga një fshat Tushit, komunës Skënderajt. Edhe Agroni është njërës i mirë i këngëve edhe të vjetra, është edhe instrumentalist i mirë, kështu që me Agronin kemë bërë ca këngë janë pritë mirë, edhe për dëshmorë, po edhe këngë të vjetra, edhe jemi duke vazhduar punën. Pra shikur të nderuar, jemi duke e shfletuar sado pak, e shfletuam dhe do ta shfletojmë biografinë dhe këngët e Besnik Qerishit. Sharkit bojmë një këngë një histori, për me kënu e kollosit të këngës, madhe shtorit të Risa Vllocës, shpirtit të këngës folklorike, e gjithë ka janë e u trojet të në trime rriti të rodi, vendi që rriti o krenjar, e i dhaj kombit e këtë komentar, por ku i kongës në kohir jedhin, po ndjem të kulturës po shëndrit si dhe Sharkisa jarur këngë, ja ka rrit me përkushtin, zonit i threp për pajtin, kërkon forcen për shpirim, o për liri e jelle bashkim. O bülbüli lumi që kom nga sidran të thirë, o sa ku kanë lahut manësi sol dhe vajti, me jene ardis. Shqipëri e mjera Shqipëri, jo kusht ka qi, vaj me kryen hije. Asnjoni shikjove, trendi ma hodhe, mi kontrimni e arshiki e Risa Vllocës, si padhije. I veçan po në kongën e fjallë shëqiti, gjinë të shumë rrë.
këngën e thurën mrekullisht nga Besnik Qerishi, këngë për rapsodin e madh të Trojës shqiptare, Reza Bllacën. Përshëndet të gjithë rapsodët e këngëtarët të gjitha Trojës shqiptare dhe kulturcil, duke e kultivuar këngë shqipe, sidomos ata në diasporë deri në Australinë e lartë. Pra, kësaj radhe do të shkojmë me një këngë të cilën do ta këndojnë së bashku Besnik Qerishi dhe Shaban Baksi. Me gjithë dëshirë, knatësi e veçantë. Shikues të nderuar, ndoqëm emisionin folklori i Trojës shqiptare me këta rapsod, me mysafir të këtij emisioni, pra Besnik Qerishin, që na erdhin nga Mërgimi për të na argëtuar me këto këngë që i këndoj deri më tash, po ashtu është edhe profesor Naim Gashi, e cilin e respektojmë, e nderojmë shumë, sepse kur gjenë kohë edhe është për emisionin folklori i Trojës shqiptare. Por është me rëndësi që e kemi edhe Aziz Marinën, një rapsod, kemi dhëmë në përmes emisionit shumë i vjetër, po kohë edhe ma të vjetër se të i ri hala, e kështu që emisioni i ynë do të përcjellet në të gjithë Trojës shqiptare dhe të gjithë ata adhurues që e dojnë dhe e respektojnë folklorin tonë barkëndar shqiptar deri në diasporë e më lartë. Kështu që deri në emisionin e radhës, mirë mbeqi, mirë u dëgjoshi dhe mirë u shikoshim, sepse ju jeni ata që na nderoni dhe i jepni kurajo edhe atyre që punojnë për emisionin